Zyra i rekomandon KQZ-s që të certifikojë subjektin politik Lidhja Demokratike e Kosovës, VIS LDK. Kush o për? Vota për certifikohet. Po ashtu duke u bazuar në këtë dokument, zyra i rekomandon KQZ-s që të certifikojë subjektin politik Partia Demokratike e Kosovës, VIS PDK. Kush është për? Certifikohet. Duke bazuar në dokumentacionet dhe konfirmimet sipas i dokumenti, zyra i rekomandon KQZ-s që të certifikojë subjektin politik Srpska Lista. Kush është për? 2. Kush o kundër? 2. Abstenim? Pjesa tjetër. Refuzohet certifikimi. Duke bazuar në dokumentacionet dhe konfirmimit sipas pikave të këtij dokumenti, zyra i rekomandon KQZ-s që të certifikojë subjektin politik Kosova Demokratik Tyrk Partisi, VIS KDTP. Kush është për? Certifikohet. Zyra i rekomandon KQZ-s që të certifikojë subjektin politik Nova Demokratska Stranka. Iniciativa e Ri Demokratike e Kosovës. Kush është për? Certifikohet. Zyra i rekomandon KQZ-s që të certifikojë subjektin politik Nova Demokratska Stranka. Kush është për? Jemi të vota për, certifikohet. Zyra i rekomandon KQZ-s që të certifikojë subjektin politik za Slobodu Pravdu i Opstanak. Kush është për? Jemi të vota për, certifikohet. Zyra i rekomandon KQZ-s që të certifikojë subjektin politik Partia Liberale Egjiptiane. Kush është për? Jemi të vota për, certifikohet. Zyra i rekomandon KQZ-s që të certifikojë subjektin politik Socialdemokratska Unia VIS SDU. Kush është për? Jemi të vota për, certifikohet. Zyra i rekomandon KQZ-s që të certifikojë subjektin politik Jedinstwena Goranska Partia. Kush është për? Jemi të vota për, certifikohet. Zyra i rekomandon KQZ-s që të certifikojë subjektin politik Partia Rome e Bashkuar e Kosovës. Kush është për? Jemi të vota për, certifikohet. Zyra i rekomandon KQZ-s që të certifikojë subjektin politik AAK VIS Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Kush është për? Jemi të vota për, certifikohet. Zyra i rekomandon KQZ-s që të certifikojë subjektin politik Kosovaki Nevi Romani Partia. Kush është për? Certifikohet. Zyra i rekomandon KQZ-s që të certifikojë subjektin politik Fjala. Kush është për? Jemi të vota për, certifikohet. Zyra i rekomandon KQZ-s që të certifikojë subjektin politik Lëvizja Përparimtare e Romëve të Kosovës. Jemi të vota për, certifikohet. Zyra i rekomandon KQZ-s që të certifikojë subjektin politik Kosovski Savez. Kush është për? Jemi të vota për, certifikohet. Zyra i rekomandon KQZ-s që të certifikojë subjektin politik Partia Bolli Kombëtar Demokrat Shqiptar. Kush është për? Jemi të vota për, certifikohet. Lidhur me koalicionet, zyra i rekomandon KQZ-s që të certifikojë subjektin politik Lëvizja Vetëvendosje. Kush është për? Jemi të vota për, certifikohet. Zyra i rekomandon KQZ-s që të certifikojë subjektin politik Koalicia Vakat. Kush është për? Jemi të vota për, certifikohet. Zyra i rekomandon KQZ-s të certifikojë subjektin politik PAI VIS PDAK VIS LPB. Kush është për? Jemi të vota për, certifikohet. Lidhur me iniciativa qytetare, zyra i rekomandon KQZ-s të certifikojë subjektin politik PSA. Kush është për? Certifikohet. Zyra i rekomandon KQZ-s të certifikojë subjektin politik Iniciativa Qytetare për Kosovë. Kush është për? Jemi të vota për, certifikohet. Dhe për fund është kandidati i pavarur, zyra i rekomandon KQZ-s të certifikojë subjektin politik Nedjmetin Sejdilar. Kush është për? Jemi të vota për, certifikohet. Me kaq për zyrën. Nëse ka dikush diçka të ndryshme? Me qenë se sot kemi vendime për certifikim, konsideroj që në raport me planin e aktivitetet me mojt në mbledhjen e radhës së Këshillit të Operacioneve Zgjedhore lidhur me çështjen e hedhjes së shortit për numrin e votime për subjektet politike, e po ashtu edhe në raport me afatin që duhet dhënë subjektet politike për tërheqje para ditës së shortit, që është e rregulluar me ligj, që është 2 ditë përpara, pra edhe këtë çështje duhet me trajtu, duhet me definu sakt partive politike deri kur kanë drejt me u tërheq këto që janë të certifikuara dhe
po ashtu edhe me plan aktivitete për vendimet dhe të BZAP-s dhe të gjykatës supreme që mund të ketë, pra limitet kohore deri kur mund të jenë këto. Mendoj që këto janë të rregulluar me 24 orë që është rregulluar me BZAP-n tash me plan të aktivitete që është ankesës në raport me vendimet që marrin sërish. Po them edhe një herë që sekretariatet e zyra obligohet se çdo vendim lidhur me planin operacional që ne merr KQZ-ja ne obligohemi me zbatu, kështu që mina me diskutim. Nesër duhet të mbajmë një takim për nismen. Ka diçka? Po, besoj që po nesër do të ketë takim, se do të ketë edhe materiale tjera që duhen për vendimmarrje, siç janë procedurat e votimit dhe numërimit dhe votim. Me gjas ka me qenë mbledhje që do të më marrë ndoshta një gjysmë ose ndë, po ju njoftojnë edhe një herë se Atëherë edhe nesër kemi takim. Dhe në 12 kemi dhënë afat, po ata mujnë me sjellë edhe më herët edhe se ne vetëm edhe listën e nënshkrimeve e kemi edhe se tjerat i ka përmbushur. Ka pagu taksën e certifikimit. Duhet me shikua edhe certifikimin e kuvendit komunal një stok. Sa kom një huri ka ankesë supreme edhe me besoj që ndoshta nesër, pas nesër, vendoset. Edhe nëse vendoset më herët, atëherë e përfundoj.